Përshëndetje dhe mirëmbrëma kudo që jeni, lutim Zotin të jeni shëndosh e mirë. E të jurunë të ju shpërblen me gjitha të mira, do t'i kalojmë këto minuta së bashku duke mësu për formën mënyrën e jetesës të disa familjeve. Gjithashtu ne sonte kemi vendosur me nis këtë emision me atë çka e kemi nis këtë aktivitet para 16 vite, kuzhina tona humanitare. Në emisionet e kaluam ju kemi dhënë storje nga kuzhina e Prizrenit, nga kuzhina e Vushtrisë, e Prishtinës. Sot ekipa jonë ka përgatitur një storje të kuzhinës sonë në Janiev, atje ku ushqehen mbi 150 persona në ditë. Atje ku ushqehen jo vetë shqiptarët, po edhe popull tjerë, minoritete që janë në komunën e Lipjanit në fshatin e Janievës. Po ndjekim bashkë këtë storje duke mësu nga ata që morën ushqimin aty se çka ka ndryshuar te ta dhe sa është e nevojshme shujta ditore në komunën e Lipjanit, konkretisht në kuzhinën tonë Janiev. Po ndjekim storjen. Që unë që 4 vjetë që po marrë, po, shumë mirë është. Falenderoj shoqates edhe Halir Kastratit, inshallah Zoti i shpërbleft e kretëve që po na ndihmon që tu, shumë mirë po. S'ka me fol më. Na e nuk kënaqem, jo veç unë, kretë unë kënaqem që tu, që po marrën bukë. Shumë malet janë që tash. Për donator shumë faleminderes. Zoti shpërblefte, inshallah Zoti shka menon ata, Zoti inshallah i jap atina. Veç shumë jena kënaqë për ato. Me tesha, me kpuca, me kret, shoqata, kur ka mundësi po na prun, edhe tesha, edhe puma, edhe kpuca, na jena shumë kënaqëm për shoqatës. E falenderoj shumë. Po mirë për në ishën bafë më jopën të sënë. Mirë i në të nashtinë. Ale ka sratu varë më dirë për ti. 5 godina kako uzimam ovde. Dobro. Evo sad deca će da ručkaju i spavanje. Dobro pravo. Zahvalni smo za ovu kuhinju. Që oda 5 vjetë ka, 5 vjetë. Jo, faleminderes krejt, mirë është, faleminderes. Krejt është mirë. Jo, ma mirë që tash se për porat, se ka pasë. Që tash ma mirë është, faleminderes. Faleminderes atina dhe krejt dhe faleminderes që përja bukë. Qashtu. Mirë është, krejt. Krejt të natë mirat, më të mirë, plek që janë mirë, shumë mirë. Keni i bëhë mirë këtë unë, ka 5 vjetë, 5 vjetë. Shumë ma letë, bëllë, shumë ma letë, bërë qasën. Faleminderit për tyme shumë, Allah ishë përbleft, shumë faleminderit për tyme. Allah ishë përbleft, të natë mirë atës. Balta, mana, mirë është, krejtë supera. Supera, nësë krejtë mirë, shumë mirë. Allah ishë përbleft, qaj që e donatorët. Faleminderit, Allah i shpërblift. Që 5 vjetë të marrë bukë. Po, mirë është shumë, faleminderit, Allah i shpërblift kështë përja. Po na dalë të manë. Faleminderit për botës blore, ma e kështë shumë mirë për brigadit. Shumë faleminderit për tinë, Allah i shpërblift, Allah i lullën gjenetit i qanë.
Se puna lima, puna ja. Shumë falëndej për tyne. Po i falënderoj nga zemra që për në ndihmojmë që drejk. Shumë falëndej për tyne. Allahu ja fshtoftë. O, babën, alesa të kuj. 2 vetës në gruja. O, faleminderit shumë, Zoti shëroftë. Po që 5 vjetë, qashtë të diqka. Falenderu për krejt. Ata po je për na, Zoti për ata. I falenderoj prej zemrës donatorët Halil Kasratit në stafin e tij si organizatori prej këtyre të mira ushqimore, ndërtimore, të shtëpiave, banesave. Inshallah Zoti shpërblen. Edhe besoj se urimet e popullit patjetër shkojnë te ta. Zoti shpërbleft i rujt. Na kanë qitë selamet që për marëm, kishë marru mos për marëm. Po elhamdulillah, po mirë, Zoti shpërbleft i rujt. Kuzhinat humanitare për mua një nostalgji. Sa herë ndjekim këto pamje, më kthehen skenaret e fillimit të aktiviteteve tona. Njeti kuzhinë humanitare. Edhe është pikërisht kjo kuzhinë, apo këto kuzhina, që neve nga ty kemi nisë më ngjit, më u shpërnda me aktivitetet tjera, elhamdulillah, gjithmonë duke falendru Zotin, edhe juve. Sot përveç kuzhinave, na gëzojmë shumë familje me shumë lloje të ndihmave të ndryshme. Ashtu si që dëgjuat, ndërtimi shtëpive, dhënia banesave, e një prej tyre, dhurim shtëpie në komunën e Vushtrisë, është historia radhës që do ndjekim edhe kthehemi në studio prapë. Shëndetje, po paraqitemi nga komuna Vushtrisë, sot jena te familja Metosh Verbovcet, kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë së re Zojës Metushit. Zoj, urdhëmani. Faleminderit. Valloj, kushtet e rona janë, shumë të rona janë. Ka pak po nej privat, se s'ka punë as shumë lekë punë. Për një shtëpi, ma zori në një shtëpi. Apet me hangër me pi po kem, se punoj nuk i lu keq, po për një shtëpi je ma zori një shtëpi, shumë po pi, këta na unë po pi. Vllak ka, të na unë ka. Mrena jashtë, shumë vllak. 7 antarë na. Gruaja dhënë 7. Gjalnin e madhe kam 14 vjet i ka, e kam epilepsi smut. Valloj shumë vështira, shumë vështirë, për një shtëpi shumë vështirë. Një shtëpi veç, jam zër për një shtëpi. Se me hungër me pije, që zot edhe po punoj ka pak edhe shoshnia që ta kushia së mlojnë me iqë, po për një shtëpi shumë keqja. Kush ka mundësi për një shtëpi më një mu mirë akon. Se shumë vështirë. Ta na unë vllakët që qysha, që vllak, që edhe nalë, krejt. Si të bje një shi, krejt, pak me kuftaf, këtë vllak buhet që. Ta na unë, që vllak. Që qysha bu. Që kua vllak, që. Krejt që shtu bluhet vllak dire nalë. Edhe në atun këtë vllak buhet që.
Pa plu që me këna ftaft, shumë ftaft është. Shumë, edhe si të bjeni shi, me ro kejtë mrena, i në 2.000 qitë kufe. Krejt. Shumë ftaft është. Pak me kun ftaft, me herë këtu bën edhe ma ftaft. Vesh mos me morë me kun zë, buhet në zetë, po me kun ftaft, shumë ftaft buhet mrena. Edhe kur qysh s'është heq, shpia pa pluqe, pa tanat. Që edhe të kuzhina që krejt ziu bu, që o duh me hiq kuzhinën që ju kolë, që nashta po pevrejnë, që krejt zia, që shëmbu, që krejt zi, që ta na unë zi, që edhe nalë, që krejt zi buat, një shi me ra pak me kumftaf që kejt ta na unë zi buat, që për një shpi, ma zori në një shpi. Falenderoj krejt ata që një cent që ka dhonë për këtë shpi. Halilin, Halil Kastratin, Halil Januzin, krejt që ne i kanë maru këtë shpi. Bë shumë vëllohen. Se u konë në shpia pa plëq, kushtet e liga, qështë, vëllog, shumë më mirë. Për djallë. Se ate i këmë posë veç 2 dhuma. Salën edhe një dhumë. E këmë posë, qështë. Tash ma mirë, ma letë, edhe për thmije, edhe i falenderoj krejt ata 1 cent që kam dhënë. Që bësë dhe vopë, e ne ka maru këtë shpi. Orimit kësaj nane po i bashkan gjitim edhe ne, duke i falendru donatorët që kanë kontribu për ndërtimin e kësaj shtëpie. Na rastin për këtë familje, listën e donatorëve do ta bojmë publike në rrjetet tona sociale. Na po e lëna me pamjet e shtëpisë së re. Ba mirë, Zoti ju shpërblet. Zoj, urime. Faleminderit edhe juve gjithashtu. Inshallah gëzani. Faleminderit. Kush na ka ndihmu, Zoti i shpërblet. Amen. Amen, inshallah. Familja gëzoh shtëpi, nuk gëzohshin ata që janë bo se bep më bo kjo familje me shtëpi të re. Shtëpia të mëshuarve jetimat e Ballkanit. 5 vjet aktive me banor. 5 vjet jetes bashk me ta. Ne kemi përgadit një historie, edhe pse mu personalisht unë jetoj këtu bashkë me ta, po nuk më bjen shumë të qëndroj me ta duke pas parasysh aktivitetet tona edhe jashtë kësaj shtëpie. Por, momentet kur jemi këtu, kthehemi në shtëpi, i bashkangjitemi ndonjëherë aktiviteteve të banorëve. Megjithse stafi është 24 orë bashkë me ta. Në këtë shtëpi zhvillohen aktivitetet ndryshme me banorë. A lujnë ndër vete, a lozin e kcejnë, vinë shumë shoqëri artistike për t'i argëtu, vinë shumë ordinanca spitale për t'i kontrolu. Në historie që kemi përgadit është një ditë neje, një kohë e shkurt, Halili me disa banor këtu, të shofim që ka përgadit stafi. Qajni të bon? Qëshe? Ko jam e të burri? Aja, qëshe jasi? Unë për du më mësu pak, hajtë në reqigur. Nëse kjo shka e qetë këto, duhet me pasë dhe ti dupla. Jo dupla, bo 4 që duhet me pasë, pa tjetër. A njonin për aty në duhet me pasë pa tjetër?
Po, tash. Që të të gjohë. Që tash për... Që ta 500. E përse, të thata me thatën, po. Tash këtë duhet me pas 500. Pra, aj që merë kokra ma shumë, aj hupë. Që hupë, po. Pa, që? Do të me morë. Do këtë si që kjo. E pas ka marë kjo, koko. Hamiti është banori që këna marë në Ostrozub, edhe një fotografie këna pas publiku. Që kjo është fotografia, që kjo është Baci Hamit. I Zub. Ostrozub. I Janjevës. Komunës Lipjanit. Komunës Lipjanit. Emri? Fetagoshi. Baci Feta është i Janjevës, i Ostrozubit. Të dytë banor të shpisë. Sa i bone Baci Hamitëna? Që ko marë? Po. Po një mu i gothin me 6 metrë, 7 metrë. Një mu i dytë. Baci... 5 tetor i kom bo një vit, tashti jo mi për 2 vit. 5 tetor i kom bo një vit. Tetor? Që një vjetë e gjysë. Okej. Një vjetë e gjysë, po. A ke gjithë vetën, a i ambientu? Po. Për në me? Pa tjetër, mundir se me ta vetë, 3 vjetë, fikall vetë këm jetu. Fikall vetë jëmë kom, 3 vjetë. Sa u ka në shtirë me jetu vetë? Shumë shtirë. Te këta tjuftë që gatuqin. Te kuzhina jonë ati? Po, kuzhina ku marë bukë. Po, vetë shtirish me jetu. Vetë shtirish me jetu në shpi. Masroni që i kërkon se ki aty nga, edhe që e masroni është. A ke pas natën matron atë ditën? Nata. Nata ma e rana kompë. Se dita për të dalë shar, jo marrë shaj shumë të kuzhineri ju, jo shkojsha në gjami e falë qa drejken ka njerë edhe qësu. Do vjeti këmë bo më, shkëm ka tut në mo. Si ka thonaj, këtia një tjetët që tha, nuk tut në tha pideke tha heqmo, e vërtet është ajo. Pidekës jo. Këtu që një vjetë dishka? Një vjetë, 8 orë i këmë bo me 5-8 orë. Një vjetë 3 muaj që tash. Qysh? Qysh jetu e kalu? Ambientu? Ambientu, se këmë menu se drejtë më të thonë, shoqja më di qashtu si shpet i infrakt pat, edhe 8 muaj jetoj qika e ka këqyrë, 8 muaj ditë. Ratë konë, shtrit, qika e ka këqyrë, ma 8 muajve shkoj. Tash këtu ke gjetë shëshni? Shëshni këm gjetë tash këtu. Apo të shkanë muhabeti me ta? Po ka përcejnë. Po që shpesh lunë gurë? Po me gurë, ka njerë me ato. E njerë me gurë, dobe. Stafe që shposilë me ju? Mirë. Une shumë i respektoj gjithë. I respektoj. Me mu shumë mire qënë. Bia bëj ka njerë, nësërë du me dalë, du me të lonë vetë. Jo, dhe sa kur që kërështi unë e ma sejko më. E tash me Bacin Hamit që shbë kalen? Mirë që pëllumë që të domina, dhe gërgjik ka njerë ati, e qështu që. Me ka dukuar. Kush po fiton ma shumë, kalzani drejtë? Me rëmë, s'ka ka njerë këtë mësi. Për me? Ja, ka njerë këtë mësi. Ma lisheju më su dërza? Ju më dërzu hëtë. Më dërzu hëtë, ja. Okej, veç pa ta qef me armi, pa? Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Për ndryshën, na e ankesa në isen? Ja. Për kërkujnë ankesë në komunë asë një tro. Asë një tro kur kanë heqë. Faleminderit mas pari për këti shokët se ky mas pari... Hade që tu se du të për këti shokët. Hade që kënë në bëmë. Ky mas pari ka njoftu me ju, me stafin e ju. Brendimi është prej stafit, shoqatës, stafit kryesor. Kur shkova, ma boni aji babaj ti, tha shko, tha, lajmëron, tha vet atje. Edhe mora kom një gjallë qikës, a im pruni me kërë këtu. Edhe u lajmërova këtu mas
Se di sove, vallaj, ku më harru, erdhë ky Besmiri, prapë në shpi, po prapë më falë ke, asi ke po mu, mërse ke vaj, qysh meta shtuve, qysh. Të shnetën e ki? Jo, po me shnetën e ki. Tash këtu këtë kushtet e ki? Shëshni, po, ushqem, po, apo vinë me të vizitu? Po, qikam vjen, nipat në binjë, besa dhe do nipa i kam ata në Gjermonion, po kur më vinë, po shumë vinë, vizitojnë tu. 6 këtë, 2 duhet me kanë të fundit, ato si e. Hajde, para, e kush qëti pari kështu? Qëti pari, ta që kur fillim, kush e ka dupër, që unë e dupër gjashtë në kom. E me bo me pasë edhe kjo dupër? Ja, dupër gjashtë, s'ka, një gjashtë dupër. A, vetë gjashtë, kush e ka dupër? Maj pari o gjashtë, e mas me pas? 5 mos me pas, qëtë një matë madhe që ka. Okej, veç duhet me pas dupër. Mirë, më rejtë. Hajde zotë ju rujtë, knaqi. Mirësia e kësaj shtëpie. Zotë, kur mos ju humbë ju që jeni bo shkaktar për më ndërtu kjo shtëpi dhe ju që jeni shkaktar për më mirëmbajt kjo shtëpi. Gjatë storjes, duke pa në skenaret e mia po vinë pamjet e banorëve të ditëve të para, atë ditë kur na kemi shkuj, kemi vizitu, ditën kur kanë ardhë këtu në këtë shtëpi. Ndryshim i madh, shoqëri e re, jetë e re, shumë mana e madhe, rëndësi jashtëzakonisht e madhe, më bo shkaktar i këtij ndryshimi. Du të ndalëm pak te kjo shtëpi që i ka 70 banor të viseve të ndryshme, 5 vjet me banor. Nga dita e parë e sot, ne jetojmë në këtë shtëpi me banor. Ka shumë prej banorëve që me të vërtet kanë jetu rënë, kanë pas jetë të vuajtme, kanë hek, edhe me ardhjen e këtu në këtë shtëpi, jetë atyre ka marrë kahje krejt tjetër. Çka do me thonë, me kushtet rënda, veç vetë, ndonjëherë mos me pas mundësi edhe një gotë ujë më të afru dikush. E sot 24 orë në bikëshyrjen e stafit këtu. Në këtë shtëpi, asnjëherë nuk është bërë dallim mes banorëve. Në këtë shtëpi ka pas musliman e katolik, shqiptar e minoritete. Gjithmonë ngrohtësia shpirtërore ka qenë e njëjtë për të gjithë. Jemi mundu me qenë si fëmijët e tyre. Ja vlen me theksu edhe këtë të nderuar shqiptar kudo qeni. Shtëpia i ka kriteret e veta. Gjë që ne jemi mundu deri sot e do të mundohemi deri në ditën kur do të jemi këtu aktiv në këtë shtëpi, që mos të thejmë kriteret e shtëpisë. Kjo shtëpi është për ata të moshuar që nuk kanë fëmijë, ose kanë vetëm vajza, nuk kanë djem. Është shtëpi që jep ngrohtësi, jep shpresë, jep jetë të re. Është shtëpi që bashkon zemra edhe dhuron shpresë. Kjo shtëpi asnjëherë nuk ka pranu
kushte nga banorët. Shembull, në këtë shtëpi kemi pas kërkesa jashtëzakonisht të shumta që të pranohen banor me pagesë. Dhe në asnjë mënyrë nuk kemi pranu, pra njëherë e mirë e përgjithmonë edhe demonstrojmë në çfarë do lloj mënyre që banorët që janë në shtëpi këtu janë pa pagesë, jo që janë pa pagesë, por atyre edhe pensionin që e marrin ju takon tyre dhe jo shtëpisë, apo edhe ndihma sociale që e marrin është e tyre edhe jo e shtëpisë. Pra këtu mjafton një banor me i plotësu kriteret, kushtet që ka nevojitën për mu pranu një banor në shtëpinë të moshuarve, me të hyjë mana pastaj çdo gjë është pa pagesë. Tjetra, ka jashtëzakonisht kërkesa të shumta, po shtëpia e ka një numër të limituar. Rregullorja e shtëpisë është marrë për 70 banor, ka kapaciteti edhe pse është pak më i madh, 70 pranohen që të jenë rezident me njëherë. Pastaj, kur të lirohet një vend, nëse vdes një banor, automatikisht mirët një banor tjetër. Për kushtet, kriteret e shtëpisë, edhe për aplikimin i cili është online për banorët e shtëpisë, ju i gjeni në faqen e shtëpisë në Facebook, Shtëpia të Moshuarve Jetimat e Ballkanit. Edhe njëherë po e ritheksoj, nga dita e parë e deri me sot, banorët që janë pranu prej ditës parë dhe po pranohen edhe do të pranohen, këtu asë një lloj borgji nuk i kanë kësaj shtëpijës, çdo sen është pa pagesë, çdo sen është shtëpia e mbulon, gjithashtu edhe në mbikëqyrje të stafit mjekësor edhe të stafit të shoqatës 24 orë. Në këtë rast duhet t'i falenderoj Spitalin Regional të Prizrenit, po edhe që KMF në Suharek, të cilët na janë bo kërritet tonë në mbikëqyrjen shëndetësore të banorëve të kësaj shtëpijës. Faleminderit shumë, Zoti për mësimin. Historia e radhës kalon kufit e Kosovës në Maqedoninë e Veriut. Qysh tham për banor që Jetimat e Ballkanit ju ndihmon gjitha, mjafton me kon nevojtar. Musliman e katolik, unë i kam thonë gjithmonë shprehin time se çka jeti kallëzoj Zotit, nëse i plotëson kushtet për me kërku ndihmë të neve, do ta kesh ndihmën tonë pa marrë parasysh a je musliman apo jo. Në këtë rast, një familje boshnjake, një nanë me një fëmijë jetim, në qytetin e Kërqovës, u bom me shtëpi të re, kjo është historia. Selam aleikum. Aleikum selam. Okej, Shkodan, duhet më na përkthye. Pa tjetër, habir. Ndërë për mu. Na këtu jemi në qytetin e Kërqovës. Kemi arë me i dhuru qelësat e shtëpisë së re Aminas. Amina është një familje që na kemi vizitu para disa muajsh, edhe gjendjen e kësaj e kemi gjetë kështu. Nëse na erdhe, habir. Nëse gjeta. Është Amina Veseli, është muslimane, turqeling, në thonë ka që djalë jetim. Burri ka vdek para 10 vitesh, djalin ja ka lënë 2 vjeç. Tregon se të ndjek në për emisionin e përsen, dhe falenderon Zotin që ka kështu, thotë kështu njerëzit si ju. Jeton tash të shohim mas miri, ta shikojmë së bashku. Halo. Halo. Ja žive od brat mi kukljata su majka mi gore je živa, majka mi je stara 74 godine su otišli jeton ke vllau me nonën e vetë derisa është gjallë që ta ruaj nonën e vetë. Çket vetëm që ka lënë burri vetë që çket kështu. Çish jeton çfarë ka në të ardhurat? Dali imaš nešto
Вземаш нещо от държавата, някоя социална ти работа, някоя От помощ? държавата само 8.000 вземано на пола семейна пензия. Имаше и други деца първият брак. Do të thonë jeton me 8.000 dinar të maqënisë, ata i vinë te 120 euro lart e poshtë. Do të thonë me çata janë të ardhurat e kësaj none. Është e keqja, na ka treguar se ka dhe vonë pi shumë smundjeve që ka, edhe djali ka smundje shtrimatësino. Epilepsia ima, dete i shumë në sërci. Edhe shumë në sërci, ajo vjen si mrish te zemra, ka djali vetë ashtu ka lind. Epilepsia. Ja isto ima čoroj na të zlizë me tera në operacije, ne može mali kumu će gosta. Me teroidet ka shumë problem, duhet bëhet operacion. Srce sve, samo živaš edhe me zemrën ka problem. Vetето да опорасно толку. Ja poteklu su devojče, po baba mi od Lisičani, a majka mi poteklo je, majka je njezina od Aranđel, a baba od majka je od Zajas. Ama jezik od za žal. Do më thonë, nonën edhe babën e vetë ka pi Zajazit dhe pi fshatit Aranjell, a veja ka lind në Lisiçan. Merë do thot gjuhën se ne përdori gjuhën shive shumë. A ndimon e kush? Dali ti pomognat nekoj, dali ti dava pomoć. Ова е со помош купено и некој кој ќе сакат витар, садака на детево што ќе му дај. Од то. Me ndihma thot shkjo sigurus, shkjo që kështu si është, edhe thot vetri diçka dhe një... Sa vjeçar është djali? Së koliko godini ima të sinot? Сега на 25 март 10 години направи. Tash në 25 i treti ka buar Година 10 и по е vjet. сираче. Pim një vjet e gjysë është jetim, pa ba. A burri vet ka punu të qarshia e vjetë këpustar. Këpustar? Po, në qarshin. Do më thonë është një ndër më të vjetrit në qarshin e vjetër bashkëshortivet. E kjo shtëpi është këtyne? Ova kućeva je vaša? Да, купена ми е собира донации луѓе, добри луѓе. Çka ndihmu njerëzit, Ми знае ситуацијата и толку постигна да се живи и на ова зашто немав ништо. И ова го немав. Se ka pas edhe kjetë, po thot me Фамилија, ndihma në пријатели njerëzve, кои ме знаеше со стојбата се потруде të малку. familjes dhe shoqërisë, i ka ndihmu çka që është tabur. A ka shpresa, mani me që ka më bo me shpi? Dali imaš nadësh da ka muqe dhe ndim da dojshi ti da imaš e na kuqe za sin ti tvoj. Има надеж, има добри луѓе и ова што го има од вака добри луѓе ко вас е. И надежта е во добрите луѓе, Аллах и праќат добрите луѓе за да помагаат на етими, на болни, на свекакви. Аллах помагат преку добри луѓе. Shpresë thot e vetme është njerëzit e mirë, thot si ju që jeni personalisht ju, Habib. Me ndihmat e njerëzve thot jam qëtu që jam, edhe thot kam shpresë dhe thot do të gjynit njeri që të më ndihmojt që edhe unë të keshe një shtëpi. Halil Kastrati e dojnë në Kosovë za da ti prajt nova kuqë. I zato dojnë da ti godajt ova Ja rebi со дженнет. Со дженнет ја реби Аллах да ве наградет и све да ви чуват фамилија, све што си имате, дечиња, цела фамилија. Значи за кратко време ќе имаш нова kuća za mali od sin i za Аллах vas. да ве награде, ја реби, со дженнет ја реби Аллах да ве награде. Тоа е Nemaš најважното. problem me gjithë mira. Со дженнет ја реби. Me qenë. Нема веќе зборови што да кажа. Jemi Аллах да në... ве награде, надежта е во вас. Во вас имаме надеж, во вас све. Јас не можам. Jemi në qytetin e Kërqovës bashkë me shkodronin të kjo non me një fëmi i jetim. E raskapitur e lodhur nga fukaralloku dhe nga smundje të ndryshme se kjo dhe djali saj. Sa po ju dha lajmi se po bohen me shtëpi të re. Aksioni jonë këtu në Kërqovë dhe komunën e saj do të vazhdojnë nga kjo familje, po vazhdojmë të familja radhës. Familjes ju dha lajme se po bohen me shtëpi të re, ju be Zoti kur mos ju. Po shkojmë të familja tjetër. Patjetër, patjetër. Sot bashkë me shkodronin, pra kemi ardhë të Aminja me adhonë qelsat e shtëpisë së re. Pyetja për Aminën është qysh ju ka duk shtëpia, qysh po i duket shtëpia? Mine, dobar dan, merhaba. Мераба. Hoxha Halil Kastrati pra shuvat, kako ti izgleda kućava? Многу хубаво, немој да видите. Многу су задоволна. Аллах да ве награде, ја реби. Све најубаво, со здравје, со долг век, долг живот, со дженнет, да ве наградет сите.
Сите што имате удел и вие, господине Халил Кастрати, и вие Шкодрана Лили, и сите кои имате удел да излезете во пресред на потребите на моето дете, Allah да ве наградет и на оваа dunja и на ахирет со xhennet ja Rabbi inshallah. I dëshiroj mirëseardhje njeriut më të vlefshëm të qytetit të Kërçovës, edhe të gjithë shqiptarëve ku jetojnë anë mban botës, për arsye se Halil Kastrati është aty ku është loti i dëshpërimit, aty ku është e vramur shpresa. Jetimat e Ballkanit dhe hoxhi i nderuar në krye Halil Kastrati, çdo familje shqiptare e viziton dhe e gëzon. Shkodrani do t'ja dhuron Chelsin e na nga këtu dhurimi shtëpisë re, po shkojmë me kumtu një lajm tjetër të një familje tjetër, e çfarë lajmi kumtojmë ne, po bohim me shtëpi të re. Kjo familje e gëzort, asaj ku po shkojmë për ja bojmë për haj lajmin se po bojmë me shtëpi të re. Thuj e gëzofshi shtëpin. Na zdravje da koristite, so bismillah, so Kur'an, so dime imani, da dajt Gospod tvoje dete da rastet i utre da te radose so najdobrit e vest. Amin. So golema familja so mnogo dece. Amin inshallah. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Edhe kjo familje e gëzov shtëpin e re. Storia radhës nga Karqova vim në Drenas. Stafi jonë ka shku e ka vizitu një familje edhe ka përgadit këtë story, e pas storjes. Kjo familje është eftuar këtu në studio. S'kam strehimi për qika. Edhe me dek maraksumijet veç me javlon në shpi që ty në dyja. Jem Tafel Goshi, nga Lapushniku, komuna Drenasit. Arsyeja që ju kom thera është se kam nevoj për një shtëpi, që shpeshen edhe vetë gjendjen, me një dhëmje të i vetë i katri, s'pa mëj mi adal qatë shumë, po mas shumë të kam nevoj për një shtëpi. Shpeshen edhe vetë gjendjen, çfarë gjendje jam të jetu. Ndim sociale marrëm, me punu punaj këtë moj, ka pak se jam smut edhe vetë për një veshke. E kam një veshke pak më të madhe, ranë së në qaj, jam i operun. Këtë me fjet, mu pastru fëmija, si kur me dal në barë është. Ndim për kërkuj në s'kam pas një social, edhe qka të mëj me ba vetë. Kje dhe i vënë sa ka asë në nivelizim s'ka pas asë kur gjo, krejt që ka rashije, burë, krejt mrena m'ka hi. Po mësi mu pa të kallë një herë, ju m'hi në 2 kredia edhe një vlla m'ka një mu, e kina bon pak, sa me jetu në to po apet në ngusht. Për 4 persona është shumë ngusht. Qështë më ja dalë. Kam nevoj për një shtëpi, për sa tjetër.
Ke vend shumë ngosht. Gjëmë së në bojda. Shumë jetë të rëmë. Nëzëjmë balvenin, bës së nëzëjë sa dëhet. Shumë ftavë të është. Familja sa ka mundësim një mojnë. Bapin se kam, ishë mamën e kam. E di që shumë një nëmë me jetu me një vëmë vetë. Më shumë kemë nevojë për një shtëpi. Nuk po mëj mi adol puna shnetës vetë, s'po mëj me bo kur gjë. Ku pa punoj po mënu në miliard dhe kredia që i kam që jam i për qitë salla. Apet pa jetë keq fëmija diçka në fund s'pelen. Ka pak shuk po më një mujnë mundësi të vejta si javë hupi. Inshallah Allah i shpërblen edhe ata. Për një prind që i ka kejt barët e familjes në shpinë, është shumë zërë. I shkallaj me paragjëku e tanët, amo, pa ja dit njerit, pjetën, s'po di që me pullë. Qikën e madhe kum pas 50 në Prishtinë, ma ka kap gërgje e ka sulmun në kry. Spoktit kanë me shirë për fëmi, se unë për vetë ju më bo moj njëjtë. Për krohje s'kam bi kërkujna. Veç atë mëj me bo vetë, shtu. S'u më lo derë pa trokit, anë komuna ka mësë, zidhe s'u mujtë me gjithë kërkon. Për një prind që është bob, që thojnë krye familjar është e zërshme. Unë zërë mi adol. Shtinë drejtarit, shtinë ftëft. Plafonin për funi ishte në ftëv, dhej që atje është me steropall, po s'pjale shenjë se ka lakështi mrena shumë. Se i patëra shumë, shka ka ra shi e bure krejt që jo hi, thoje mrena. Ka i herë banë vaki e rejdenë sabat qotë, pa gjomë vesh mi unë e gati fmive, mës miljom asë më shplua, se unë e di që ka unë si me fjetë në barë. Këto verës edhe mu kanë ftë fëmija, se jo dinit. Verës këto edhe bëhen si me fjetë në bërë, se le e dinit. Dimën edhe verë, dhe të me verë trash, mas më të këpë. Për me jetua shumë zërë, se që të flej, që të ha, që të po do të me mojtë hegjenën, krejt me një venë, krejt, po do të ku pa mujna me më shepë, pëse këta janë fëmi, këta nuk din, e qelin, mujnë me shtinë sa në gëj, krejt po do të me më shepë, po do të me izolu. Përveç më kanë thonë, e ki pak më të madhe, po nuk do të veçaran me qu, po
për i darët të shpisë në s'pe këshyri, s'pe ruj vetën, ku pa moj, pa punej ka pak, së më mija dalë. Po njëri ku son shpet veta o ma zërë, se mall ka në bërë të vetin s'ka, unë kje shpi as nuk ka jem, as nuk ka burë jem. Mall me mjell dishka, mall me uj, pesheni edhe vetë, ku pa moj pa blej, pa baj, edhe shuqja bërë mas shumë të. Kjo është e vëllavit. Pitina kam rrymen e vazhdune, ka blan shumë e hudh, 2 herë ja kom rreziku shpinë edhe ati se një shpëret në pa qalë shumë mu ka djek shtekere atje. I më konë komunë, më kanë thonë s'mujna më të në mu kur gja. S'kom një derë pa trokit, kur gja në erë, halek kur kush pas jo që erë të sëd. Kërkesa ju në si prend, vish një shpi me mujtë me abo që ty në 2 qika, ma shumë se kisha desh të vetit ymen. S'po këtë me di që janë shpet vetë, kanë ku mu pastru, kanë ku me bo gjume në rahat, se kjo e jetë mjezure. Ma shumë është për një shpi që është ta bori për santit. Me dalë, me dore që është mujna e kalujnë. është një strehim me posë. Në studio kem Tafilin, është Tafil Gashi me bashkëshortën e tij. Tafil, përshëndetje. Përshëndetje. I Llapëshnikut. Po, i Llapëshnikut. Veti 4. Po. I pamjet ku po jetën që, sa ku jetën që ti? Që po jetoj gati 5 vjet i baj qëtash. Gjendjen e pote edhe vetë. Gjendje ma të keqe, ma nuk di ku ka. Me shka merë është Tafil? Po ne i ka po moj, po punat së i veshke nuk po moj me qua Saranas. Pse veshke? E kam një veshke pak ma të madhe. Kur të më ka veshka dhe dhim të asaj, ban vaki që një muj ka bo vaki, ka shku që ashtu, vish me infuziona, me terapia ju më shku. Apo mu ish me siguru i laqët? Ju, konra që i kam 2 qikat vëgla, vetën e kum lau krejt anash, të ngojt për tu. Mja bo një strehem dikon me ditë sa do pak që e ka një shpit vetën dikon. është shumë zaresh me tu në shpet huj. Një dhëmshe, qato ha, qato pe, qato krej. Pse në shpet huj? Së është e jotja? Nuk është e jemja, e vëllavë të është. S'ka kushte për jetesën tonë, as heqi që kur gjatë s'ka, pas një frezë që ma ka folë mëtra dhe qatë televizor, qatë shpëret, kur gjatë jetë. Emri ju i mëtër? Dënjeta Bytyqi. Dënjeta Bytyqi. Dënjeta. Dënjeta edhe në storje, edhe tash në studio, po të shoshëm të mërzit, shumë me letë pse. Nga je Dënjeta? Nga komuna Malishevës. Cilet fshat? Në Shkuzë. E Shkuzës? Po, e martu në Llapëshnik. Komunës Drenosit. 2 vajza. Po. Pse ka që mërzitur? Pse... Kur ti shet qiket mërzitën më shumë. Kur ti shet qiket mërzitësh më shumë. A ju një mënë dikush dhe një? Jo, kërkush. Kërkush e që. Në përveç familjes të më. Familja jote? Atë një mënë familje në të rëllë? Shto ka mundësi. E, katumëj? Llapëshniku, katumëj, ajo një mëj nëjse? Ata sot mëj. Sot kanë mundësina një mëj nga pak.
Në komuna keni kërku ndihmë? Në komunë. S'kom la derë pa trokit në komunë, veç që thajshin s'kem fundet mjaftoshme. Nëse kem në i donatura diçka, ju lajmërojmë, pas jo që ertë na që derën se kërkush tjetër. Edhe shoqënia, Allah i shpërbleft, ata më kanë imu, sa kanë mujt, po që tash ju më dorëzus, po më i mja dalë. Në storja dhe gjumë që ke hin kredit, për shka me hin kredit? Me hin kredim janë imu ati vlovet, se edhe i vlove ka pas babën me kancer në shpe, tani u dof mi janë imu, pa petë sa u doft për një dhëmë, me bon qysh dohet, nuk mujtë mja dalë. Tash me një rast sociale, pa unë zërë, pa do të mi lau kredijat, po shpia për mjetë pa hargjë pa tana. E sa keni hin kredit? Në kredi një në një mhi 2.000 dishka, 2.500, këtë tjetër e një mhi 500 euro, qështu. 3.000 euro kredit. Po, edhe 3.000 hinja i vllave. Për babën, ti ja kënë gjithë dorën për smujnë e babës? Ajo u hi se baba mu më pa dek për kancerin veshke ka pas. Ajo hi lish në për salon, po do fpit zerës më janis. Për salon tonin? Po. Pa në qështu ku kena mujt dësën e ma lirë, dhe qysh kena mujt me bon keshe, po për me jetu në ta unë shumë, pe kam shumë zërë. Kur ka vdek baba? Baba më ka dek që një vete gjysë. Zotin xhenet. Faleminderit. E ti toka ki? Po, kam tokë. Dhe vllazën ma kanë falë ka një orë gjysë. Kështu që për bjen 6 orë gjysë, 7 i kam. A ke provu në herë me marrë iniciativë vetë mja njësë me bo t'i Nuk u mujtë, vallahi. Me tregu drejtën s'ku mujtë. Se s'kamja për qëtë ke në prag dekes që thëj. O s'provua me dësane që korë njëtë se kisha para menu. Cilat janë ato sane? Dhe pa drejtësina dësane që unë s'ku mujtë me luftos që thëjnë se më kanë zotë prap pragadet. E me shnet që sa ku mirësh me veshkën? Vëllaj, me të regu drejten pej 2013 e sone korë ditë bardhë s'kum pa. Korë të gjithë, ja smut, ja një, ja këtu, ja më nëvë që ato, ja kështu, sen s'ku mujtë me bo. Po s'pakte një shpi me mujtë mi avsiguru që ty një qika edhe me dekë marak së mjetë për kur gjëm. Nonën a ki? Po. Nonën e kam, edhe ajo që shtë smut me tension. Aja pa mërzitet ma shumë se one, si nona për e vladë, që shbanë. Do njetë në storje dëgjum që edhe ti je rrit pa babë, tha, të ka vdek baba? Më ka vdek. Para sa po? Të një vit. Edhe ty para një vit. Atë ndihmojnë, tha, familjarë, ta vllazën, a ke vllazën? I kam 2 motra, një vlla për babës. Një motra, një vlla i kam për nënës. Më ndihmojnë edhe ta. Kanë arë stafi jam, ju kanë vizitu dhe i kanë prunë këto pamje. Ju kanë thirë me arë këtu në studio. A njek një emisionin e Premtja me Halilin? Gjithë. Gjithë. Edhe janë emocionet mira, shumë familje ka gjithë qare qëto. Janë shumë shqiptarët që në njekin në këtë emision, edhe i përcjellin gjendjen e shumë familjeve. E prej aty në shqiptarëve, ka që në kanë thonë, me ju thonë, për haju ko shpjare.
Shef, tha jeta më ka ballafaqu me shumë padrejtësi, edhe me shumë sprova. Sot të dha lajmi se po bohesh me shtëpi të re. Po të këshilloj të fil që miliona shkrejt edhe mi fshin, krejt ato padrejtësit, Zoti është i madh. Jerë dita e morë lajmin se po bohi me shtëpi të re. E unë e lu Zotin që mas sodit t'ju kaplojnë të mirat e Zotit. Nisan mos e harroni. Jeni gjithmonë mirë njohës atyne që po bohen sebeb ju më bo me shtëpi të re. Lutni Zotin për ta. Faleminderit shumë për tyne, inshallah Allahi ish përblen kudo që janë, edhe javë që çdo dyrë të hajrit. Allah ish përbleft. Amin, amin. Kjo është dakiki, momenti më i lumtur, jo veç për familjen, që e merr lajmin se po bohet me shtëpi të re, po vallahi edhe për mua dhe stafin, që Zoti na ka bo sebeb me i përcjell këto lajme. Mi u kam kumtu lajmin se po bohen me shtëpi të re. I përqafni qikat shumë, ja u boni përhaj shtëpinë e re, e lu Zotin të kesh shëndetin. Faleminderit shumë. Një barë më dhe të hek. Faleminderit shumë për juve, Allah ju shpërbleft. Kudo që janë ata persona që na kanë gjitë dorën, jo vetëm mu, po edhe të tjerë familje. E di që hallet nuk janë njëjta, po brenga ma madhe për mu si prind, o konë që kjo o konë. Po bohat, u kry. Faleminderit shumë për juve. Na pa i përcjellim, duke ju thonë përhaj u koft, e gëzofshi. Faleminderit shumë. Përhaj. Shkojmë me sigëll edhe kthehemi prapë në emision. Zoti ju rujt. Me ndjenja pak më të lumtura, më të mira, pasi ja kom të lajmin se po bohat me shtëpi të re dhe ta fili me familjen e vet, nga Llaposhniku i Drenasit. E me këto ndjenja na po e mbyllim emisionin e sotshëm. Do ju japim pamjet e gjiro llogarive të shoqatës son. Gjithë ju që keni dëshirë mu inkuadru me sadakan, lëmoshën, ndihmat e juja për familjet nevojtare, do t'i gjeni mundësit pas përshëndetjes time me ju në ekranet e juja, e unë e lu Zotin me ju shpërbly me gjithat mirat, bashkë shihemi të premtën e arshme Zoti kur mos ju hum Zoti shpërbly.